fshatrat më piktoresk në Malsinë e Madhe është Reçi, i cili ja vlen të vizitohet sidomos në vjesht, pasi njihet për prodhimin e madh të gështenjave. I vendosur në mes të kodrave në luginën e Shkrelit është i njohur për larminë e madhe të bimëve aromatike e mjekësore. Mirëpo, gështenjat paraqesin tiparin e vërtet dallues të tij. Pemët e para të gështenjës, të cilat ka rezistuar deri më sot, u mbollën rreth 250 vjet më parë, ndërsa sot ky frut është burimi më i rëndësishëm i të ardhurave për komunitetin lokal. Në këtë ekonomi janë të punësuar rreth 120 familje të fshatit, që janë dhe pronar të këtij masivi pyjor. Megjithse pak kohë më parë pylli i gështenjave u dëmtua nga Grerza, me ndërhyrjen e Ministrisë së Bujqësisë, u bë i mundur dezinfektimi i gështenjave që ka dhënë përmirësim sa i takon prodhimit. Janë bërë përpjekje për ta kthyer në traditë që çdo vit në fund tetor të organizohet festa e gështenjës, e cila i kushtohet promovimit dhe nxjerrjes në pa të vlerave që mbartin produkte tipike dhe atraksionet natyrore të zonës. Nisur nga rëndësia e saj, jo vetëm për këtë fshat, por për tërë Malsinë e Madhe, gështenja e Reçit është shpallur monument natyror që në vitin 1974. Fshati i Reçit në Malsinë të Madhe e ka të bazuar ekonominë kryesisht në prodhimin e gështenjës, në blegtori dhe pak bujqësi. Vendin kryesor është gështenja, një produkt që furnizon tregun vendas dhe të huaj. Fal natyrës së bukur, ajrit të pastër dhe ushqimit të mirë, fshati i Reç në Malsinë të Madhe vitet e fundit po tërheq turistë të shumt. Në masivet pyjore të Reçit janë hapur shtigje për lëvizjen turistike të këmbësorëve, motoristëve dhe së fundmi edhe turizmin e biçikletave. Ndërsa në promovimin e zonës ka ndikuar edhe ndërtimi i bujtinave dhe restoranteve të reja. Reçi dihet është një nga zonat më të piktoreske të Malsisë Madhe dhe koha e bukur e kësaj diele ka mbledhur të banorë nga të gjitha zonat e Malsisë Madhe, të cilët vinë dhe shijojnë kënaqësitë e tyre me familjen dhe kalojnë një kohë shumë bukur. Ambienti është shumë i bukur, gështenjat kanë pas një prodhim të mirë si vjet, ku gjithë secili me familjen e vet vjen dhe e shijon prodhimet e gështenjës, të cilat janë famshme për zonën dhe për gjithë Shqipërinë. A do të bëjmë tepër për turizmin bashkia dhe strukturat e shtetit këtu, sidomos për Reçin? Patjetër, shumë gjëra janë bërë dhe ka nevojë akoma, sidomos të krijojmë një ambient akoma dhe më të bukur këtu, pasi vetë natyra është e bukur, por ka nevojë që të kemi akoma dhe më shumë investime në përmirësimin ja bëjmë sa më të lehtë banorëve qëndrimin dhe shijimin e kësaj mrekullie të natyrës. Bizneset kanë pasur një ringjallje të jashtëzakonshme, ku kemi struktura turistike që ka një aktivitet gjithë vjetor, ku pikun e tyre e ka në sezonin e gështenjave. Bukurinë natyrore, duke i shtuar edhe atë historike, tradicionale, kulturore, e bëjnë Reçin në Malsinë të Madhe një zonë me potencial të madh turistik. E ku ka më mirë se sa të vish në Reç dhe të konsumosh gështenja të pjekura poshtë pemëve. Je me fat që në këtë stin të shijosh në rrezet e diellit frutin e shishëm shoqëruar me verën tradicionale që ofrojnë banorët. E megjithatë, vizitorët shqiptar shprehen se gështenjat e pjekura tregtohen shtrenjtë, duke qenë se sigurohen aty pranë dhe nuk bëjnë kilometra për të ardhur deri tek tavolina e vendosur në natyrë. Gjysmë kilogram gështenje e pjekur shkon në 400 lekë të reja, kurse gjysmë litre verë 500 lekë. Nga ana tjetër, ky vend shihet si vendi ideal për të ardhur sidomos me familjen, ku të gjitha grup moshat argëtohen në hapësirën, tashmë të mbuluar nga gjethet apo boçet e hapura të gështenjave.
Edhe pse restorantet në fundjavë punojnë me kapacitete të plota, tregtimi i gështenjave të pjekura u ka krijuar burim fitimi edhe banorëve që e prodhojnë gështenjën. Do ishte mirë që në Reç të ishte ndërtuar edhe një punishte për punimin e saj, dhe kjo jo vetëm do të rriste punësimin, por dhe të ardhurat e këtij fshati, i cili nuk do eksportonte kaq shumë atë.